Jemi bashkë në këndin e Facebooku, që kështë radio televizionit njës të njënë, ne transmitem të drejt për drejt, unë e pas para pak minuta që postova vetëm në Facebook se do tjetë Vesa Luma, ju filluat me njenë me pytje. Pi drejtona që drejtona gjithë herë, kështë që kërkaj falje Big Basta Nusho. Luqke. Mirë se gjeta, po vjen mirë që u bom bashkë prapë, se kështu në ramjeve po jemi për një, po në emision. Në emision. Vesa, ka një kohë gjatë që nuk i qenë të një kafe me labin. Po bre, po se më ke firën, që amat boti. Po bëja e gare. Pa që lënë Shqipëni, ma shumë punare. Shqipëni, shumë vërtet, edhe kom pas qef gjithmonë me ardhë, kush nuk ka qef me qenë emisionin më të shikushëm. Kështu që është një knatësi e madhe që më prapë mes fansave tu, të emisionit tënë dhe të televizionit një stelje. Ves, shumë pytjet, me njerë, unë thash se e postova, me njerë shumë pytje a fillun, edhe kështë që më si mbesim bërgjë, shumicës prej atyre ndoshta që janë. Krejt këna mjë përgjishë. Unë e di që ndoshta të kjo bisid, shpesh herë po më bëhet edhe pytje, kështë që po e shfrytëzoj rastin dhe publikisht sa jam me ty, shkrujnë u knaqe të e reklamu telefonin. Telefonin nuk është sot reklamim. Jo, së është gjashtë, nuk është gjashtë, po më ndojtë me zonë që kjo pjesë nuk është reklamim, është e funksionit për shkak që him Facebook edhe piktuit për e marim. Pyetjet edhe gjitha edhe se cili dhe me thonë ka telefonin e vetë edhe e përdor kryesisht për internet. Edhe ne përdorim për Facebook, jo për ta reklamuar telefonin. Kështu që... Pas ka të thymë pak, kështu që edhe me reklamu. Pjani... Edhe me reklamu, s'po reklaman ku me diqka. Po që edhe telefon, po. Nëse nuk do ishe këngëtare, qëfar do ishe? Që u përgjithë, kamermoni. Jo, normalisht edhe moderimi, prezentimi ka qenë një ko pjesë e dëshirave të mija dhe pse ju vazhdojnë me qenë një ndër qevet e mija shumë të mdoja. Po besoj që diçka që ka lidhje me televizion, se qyshe vogël kom pas qef gjithmonë televizionin, kështu që nëse nuk e kësha qenë këngëtare diçka me televizion, po edhe mrapa, do më thonë në backstage, apo mrapa sken, pse jo, po gjithmonë që ka lidhje me televizionin, është andra e me që fëmi, kështu që besoj. Qëfar pytje, qëka të pëlqen të Big Basta? Me njëra. Me njëra. Të Big Basta, unë e thëmë Geri, sa in fakt Geralde ka në po unë e Geri e thrasë shkurt. Më pëlqen gjithë shka, po që ajo që më pëlqen më shumë të është që kemi një atmosferë shumë të mirë kur jemi bashkë, nuk rrim mas njëherë pa bo diçka bashkë, jemi gjithmonë shumë të hapun diskutojmë, jemi shumë shpesh bashkë, kështu që në u ka bo një gjuhë për bashkët edhe besoj që ajo është kryesorja. Mandej gjona tjera, normalisht dashnija e madhe pa tjetër që më bon me qenë bashkë me të është një djallë jashtëzakonisht i mirë. Se po mbjen kështu, me këtë pyetje po mbjen me livdu të fejumin tem, po për mos me livdu, po thëmë që gjana të mirë është shumë i edukum, është shumë djallë për toke, edhe më përkran në gjdo aspekt edhe është shumë i respektushëm. Pasaj tjerat më së më pytë se së përgjishna. Së mëjnë po të pytë për shemë Marigona, kur do të bëhet nuse, ju përshëndes shumë. Ty për të regoj të aman kështu mirë se qa po ndodhë me këtë punën e nusës të. Shumë shpesh e kemi diskutu. Edhe jemi, a përbojmë këtë verë, sa thëmë jo, për shumë thëmë jo s'pe bojmë, mandej mas një kohë thëmë, a diqka hajtë se po e bojmë, mandej prap jo, a diqka përdojmë për vitin tjetër. Edhe shpesh e kemi shty, e kemi bo, po me rëndësi për neve ka qenë që kemi qenë bashkë, edhe kemi kalu shumë kohë bashkë, kështu që ajo është për momentin e rastishme, dhe tash këtë kohë së fundme, e kemi ma një banesë bashkë, një banesë tonë më në fond, kështu që po besoj që ajo ka qenë një arsye shumë e mirë që me shty edhe për një kohë dasmën, po kur do që bëhet, besoj që nuk ma mërmeja që do tjetë shumë e madhe, po që... Banesa o ble, jo në vendosë në banesë,
Darsëm s'më mundën me vendos doktorin ndoshta mas e kohë. Pa dhe nëse vendos doktorin, nuk ka kur gjë të keqe. Jo, veç. Para doktorit vendosim na. Ajo ma e mira. Ja, pa si dihet na jare. Si dihet. E sot dihet gjithçka, po që edhe nëse bëhet edhe ajo është një qef edhe një plan jonë, afat shkurt, se i dum shumë edhe fëmijët, po që për momentin mirë jemi. Para më do fëmija I Vesës dhe I Big Busters, të dalë muzikë popullore të këndu. Shumë interesant I shkonë. Se jo muzika popullore, lumë si ata që din me knu muzikën popullore, së është gjaja me qmushme që kena na, po që nuk, unë kom qef me knu këngë vjetra qytetare, kështu që edhe nëse del, nuk është që ka dalë prej hiqit, kështu që ka dalë prej Përshëndetje për ty edhe për Vesën, dhe isha me pyet Vesën, cila është kënga e jote që të pëlqen më shumë ti? Nuk po du me thonë që janë si gishta që nuk mundëm I nda ndej, sepse normalisht ka këngë që këngëtarët I kanë edhe që I dallojnë. Po ka disa prej këngëve të mia që mu I dallu, po nështë njona që e du mas shumë të është kënga që e kom bashkë me Bigun kënga Bum, sepse e ka një farë harmonie, një melodi që mu më pëlqen shumë dhe ndoshta dhe suksesi asaj këngë dhe gjithçka ka bo që me pas ma shumë për zemër. Është e vetmja këngë e jemja që kur e ndëgjoj Alshojzani, se zakonisht këngët e mia nuk kom qef mi ndëgju, nuk e di pse e kom atë ndjenë, nuk e ndi vetën mirë me ndëgju këngët e mia, dhe nëse më alshojnë në për kur jom për shembull kur dal dikun pa këndu vetë, pa qenë vetë prezente, edhe nuk këndina bashkë mirë kur më shojnë këngë, nuk e di pse kom më vjen një farë siklete. Po kjo është ajo kënga që unë e ndëgjoj kështu me zemrën. E ki kaluat fazën e këngës, ishte për ty pak e vështirë, doje një djallë të mirë, e ke gjetë djallën, kërkoje shumë. Amanet, në unë ata kalon. Krejt këngë të apëshë po lidhen. Ves, interesant, kush ta ka vënu emrin, pysin? Tash, emrin tem, ndoshta disa për njerëzve edhe din, përveç babës tem që ka pas shumë qef me pasu në këtë emën, bashkë ka qenë edhe një tjetër shok I babi që ka qenë Ibrahim Rogova, presidenti jonë ndjerë, dhe I cili bashkë me babin ka vendosur që me mavnu emrin, dhe normalisht që me ndëru me mas pare që dy njerëz, njëni që është babi em edhe tjetëri që është presidenti historik I Kosovës ka qenë pjesë vendosjes e emrit tem, edhe të motrës tem të vogël Dejes. Bilis asaj ma shumë se mu, se tash po thot ti po den televizion edhe po të regon që ta kalon ty, e nuk po të regon që ma kalon edhe mu. Kështu që ai ka qenë presidenti ndjerë, ka qenë një njeri që ka pas shumë dëshirë që me I pas gjithçka emërtimet, me pas preardhje Shqip, që ashtu që shkanë edhe shumica e emrave tonë Kosovë, gjithë që nuk ndodhën në Shqipëri, se Shqipëri për shembull I kanë emrat të ndryshme, ndoshta disa prej tyre nuk kanë edhe kuptim, sepse nuk e shohim ndoshta të arsyeshme që me pas emri kuptim, ndërkaq në Kosovë tu përfshi emrin tem, të motrës Dejes edhe të njëllmës, janë emra që tamam shqiptarë që kanë kuptim edhe që unë jam shumë adhuruese I këtyre emrave që tregojnë diçka. Okej. Vesa Besarta pyet, më shumë I pëlqen të jetoj në Kosovë apo në Shqipëri? E di që po më ndjekin edhe në Shqipëri, Vjera, Vjeri, gjithë po më ndjekin. Jo, ata e din, po gjithë e din që në Kosovën e kam Prishtinën, e kam vendin ku jom rrit, ku kam shoqni, ku I kam gjitha, kështu që pavarësisht ku jetoj, Prishtinën e kam në zemër edhe e kam vendin ku unë kënaqem mas shumë ti. Pavarësisht ndoshta Tirana është vend I mirë që vend më I madh, ka atraksione ndoshta më shumë se Prishtina për momentin, se ndoshta edhe Prishtina tash tutje ka me pas vende për atraksione më shumë, po unë Prishtinën prap e ka një farë shpirtin, ndoshta e bën shoqënia të vetëm, familja, gjithçka. Kështu që kam e marr kohë, po edhe Tirana nuk është që nuk më pëlqen. Po me Tiranë më shumë lidhen angazhimet, në Prishtinë më shumë lidh familja, shoqënia, që e kam shumë të madhe, kështu që prap Prishtina më jetet favoritja eme. Okej, e the që tani këto momente janë duke qiku, dhe me thonë, edhe Vjera.
Po mdoke që shtu ka Kështu që kontar. kur janë ata duke të shiku, të regom qësh janë raportet, se nuk se vjeherë di qëshi. Jo, seriosisht, njëm shumë e fatë që kam vjerën edhe vjerën, po edhe motrën e Gerit, janë një familje jashtë zakonisht e mirë, sidomos gjatë gjithë kësaj periude që kom qenë pak ma shumë në Tiranë, janë mundu me mbob mundi tamam si në shtëpi tyne dhe jam di edhe nuk i konsideroj si vjera e vjeri, po janë ma shumë njerës sikur me qenë njerës të afër në fëmijë, sikur prindë e mi, sepse kanë qenë njerës zakonisht kujdesshëm me mu. Janë shumë të mirë, kemi raporte tjera bashkë, nuk kemi raporte vjeher nuse, po ma shumë jemi si shoqe edhe thëmë me vërtet me shumë qef edhe po mendoj që kanë ndryshu tash raportet, nuk janë që shkojnë kom përpara, tash është ndoket nuset kanë luten me pas një vjerë, me nejt me to se kanë ma shumë kohë vjerat se nuset, po tash po më vjen një që raportet kanë ndryshu. Vetëm se ju ka dalë punë këtyne këngëtareve muzikës popullore që nuk kanë mu me qka me qitë kongë, që ajo është pak problem. Se për ndryshe për tjera se në është shumë amin. Okej, Vesa, cila është Medina, thotë, dhe shumë interesant duhet me përmend. Cila këngë e jotja ka qenë kënga e parë që ke këndu, e mbanë mend? Po, e maj mend shumë mirë, është një këngë për fëmi, se unë kam këndu një 3-4 këngë për fëmi, fillimisht kur kom qenë fëmi në për festivalet të ndryshme, edhe ka qenë një këngë që tash mesa jam e pela po e këndon dhe po më vjen shumë një që mas sa vjetë, gati 20 vjetë po e këndon ajo atë këngën, quhet Rebeka, është një këngë shumë e lezeshme, këngë për fëmija, ka qenë kënga me parë. Po për të mdhej, ka qenë një këngë që unë bashkërisht me disa shok klasës, me që kom qenë shkollë muzikës, edhe kemi pas eksperimentu. Edhe kemi bo një këngë, nuk më kujto titulli, po alo e kom me veti, kështu që në një tardhme, kur e boj një përmbledh vjetë këngëve të mija, ndështë edhe ajo ka me qenë këngë. Normalisht nuk e ka kvalitetin e këngëve që i bojmë tash, po është shumë këngë e bukur, është zhandrit pop rock që mu i me thonë që zhandri jam i preferu, ndryshe nga këngë që i boj une. Okej. Vesa, pysim për kolegë. Cilin për e kolegëve e ke më të mirë? Bashkëpresova që thonë. A di pësë është presova, se kom qef mos me qenë shablon me thonë gjithë janë të mirë, nuk mu i mi nda, se ja kom e nati shumë e më bo kështu në tregu diplomaci. Kom shumë kolege që kom raporte shumë të mira, me disa edhe kom hala ma të afërta, po në Kosovë ma shumë, s'po thëmë në Shqipëri, po nuk e kom shumë zakon, do më thonë që me pas raporte me kolege qatë shumë të ngushta, sa me pas ndështë shoqet shpirtit, unë zakonisht shoqet e mija shpirtit, i kom njerëz që nuk miren hiq me muzikë, edhe është ma mirë për mu, se unë kom qef kom edhe biseda tjera përveç bisedave të muzikës që kom qef mi diskutu, po kom shumë kolege, mu i me përmen një une që kom, Jona Sovin që kom shumë shoqet mirë, kom shumë, nuk po di me ti të regu me emra, po gjitha janë të mira, edhe me mu kam pas raport korekt, përveç një 2-3. Përveç një 2-3, që si të regoj s'cila. 2-3 që si keni raport? Një 2-3 që, jo, i kemi raportet e mira, me gjithë i kam raportet e mira, po ndështë me 2-3 që nuk më ka shku shumë muhabeti, se ta arsmoj me thonë që me kredi kam pas. Je shumë e lezetshme, a kishe pikë kafe me fancat e tu? Hajde, që që ta shtu. Nëse jem Prishtinë, po të pres, jam televizionin në steni, me shumë qef. Ta lexoj emrin, Adelina e ka emrin që ka pyet. Cila është dhurata më e bukur që ke marrë edhe nga kush? Dhurata më e bukur ka qenë propozimi për martesë që ma ka dhonë Gjeri apo Bigu që njojnë tjertë. Ka qenë një temë e diskutuar, besoj kanë lexuar që ka qenë një propozim shumë romantik. Dhe ka qenë kjo gati para 2 vjetë në muajin e kullës Parisit, ku kisha shumë frikë për nalësisë dhe vetë, kur ma ka më fru nazën, ka qenë ajo ndjenja
edhe dhurata ma e bukur që e ko marrë. O, rrova poshtë, bre. Jo, nuk më ra moment që kom frikë penaltis. Tash s'po ki frikë penaltis, tash jo. Po s'kisha zgjidhje tjetër, se për dryshe me marru nazën ose. Ba e gore. Po ajo ka qenë dhurata ma e mirë. A kishe ndërhy diçka të vetvetja? Me të regu drejtën ka momente kur thëmë që, e kisha bo që të ndërhyrje, e kisha bo atë ndërhyrje. Deri tash nuk kom pas ndërhyrje plastike, nuk jam kondër, po tu i pa fatkeqësisht disa kolege edhe disa fytyra që pak a shumë po do kënisoj, pak po më ka shti mu tutë se mos po bona adhone njësoj. Gjithmonë, normalisht, Zoti që ashtu qështë ka fal me të mirat, me të këqijat e tua. Pra, po thëmë, nuk jam kondër. Unë, nëse shon do një femën vetë, nëse shon do një femë që e ka një problem shumë dukshëm, estetik, në ftyra, po dikon vetë, i thëmë, pse nuk po shkon me regullu se, pse jo, njeri kur njët mirë vetë, s'ka gjamat mirë. Po, nga njerë disa ndërhyrje që jenë të prume, dhe mu dok njësoj, mua jo pak po më pengon, sidomos kër i kom pa disa fotografi të disa të njerëzve që disa fytyra publike që janë në Hollywood që i kam bo shumë a herët këto, jo më të meru, kështu që më kap tuta dhe nalë në thëmë jo ma mirë që shto qysh jo. Ves të pysin se sa fëmi ke qef me pas? Me qef, kom qef me pas shumë. Me autobus, me harpi Tiranës. Kom qef me pas shumë, edhe pse di që sot ndështë është pak ma vështirë se obligime ka ma shumë, jetë është ma dinamike, po na jemi 3 motra edhe kalojmë njerë zakonisht mirë me njona tjetërën. Bile ka njerë thëmë ti kisha pas hala ma shumë, se edhe pse jemi 3, shpesh e ndi mungesën e njona tjetës, kështu që sa ma shumë aq ma mirë. Inshallah, nuk e di, e shof. A më ndënë se jeta është para teja, apo teja para jetës? Dhe më thërë një hapë për para kohës. Qarë pytje. Fidani. Fidan, një ditë komendu për që të punë, sepse ka njerë ka ndodhë shumë sende, sidomos në muzikë kove të fundit, që kom thonë nuk për di ajo më në gjendje me një hapin e jetës, sepse ka njerë e janë do sende që nuk të pëlqenë. Po, unë janë për ato me shku me hapë me kohën, po vëllaj nëse të merë jeta për para ajo koha që ty së pëlqen, atër e dush më nalë dhe me mendu mirë që ka me bo, që ajo po mendoj është përgjigja jeme. Në hapë me kohë në gjithmonë mirë më kumë, po jo të është pëse është koha që ashtu dhe me ndryshu ti komplet. Po më do këtë pak e jo përshtashme për mu. A është mirë me kohë nuse Shqipëris? Nuse Shqipëris? Unë e kom vrejt një fenomen atje shumë pak, sidomos në Tiranë, martohen. Nuk e di, ma shumë kanë qef me kryu bashkjetesën, me jetu me njëni tjetrin, edhe me bo fëmijë. Ande martesa shumë rallë, ndështë kove të fundit, sidomos në Tiranë. Po nuse Shqipnis, me sa kom vrejt unë thash ma eret, nuk kam raporte nuse vjehera, apo nuse burë, po me sa kom pa unë, nuk janë raporte të do më thonë të tila. Edhe njëtë në ko, adetet, besoj që qaja që pjo interesan ma shumë shikuze, janë njësaj. Që të pja o bëjë, edhe ushqimi është njësaj, edhe adetet jo njësaj, krejt gëzonë kër e mërë tabakën edhe qëtë një kafe, krejt shkrien, kështu që nuk ka kur fardalimi. Okej, ta është këta në tjetër për këtena përshkak se ka shumë pytje cili është ekipi i futbolit i preferuar me vesës. Po, të regoj. 245 pytje janë dhe i tash. A këna kohë? Nuk e di se këtu gjithë mirën me futbol, po ekipi jam i preferuar është Chelsea, është ekip anglez, i ka edhe ngjyrat e Prishtinës, bardhë dhe kaltërt, edhe ngjyrat e Tiranës, bardhë dhe kaltërt edhe të Shkupit. Kështu që, jo, më pëlqen, i kom pa edhe live, është ekipi jam i preferuar. Ma ndej, kush është ma i miri me që ato bërë? Vesa, është interesant që kjo Anisa, thët, atë ka të regu dikush që e ka që bukur. Faleminderit, Anisa. Ma thët Vigo, ditë për ditë i shala së më rrenë. Në anën tjetër, thët, ves kur ma bukur së sëtë si dogë. Faleminderit shumë. Ka i minura, po që jam e labin të përpara. Kuje
ku jeni taku me Big Basten për herën e parë, live? Me të regu këtë histori është shumë interesant se unë e kom njoft, po kemi pas raporte shumë zyrtare, as shoqni jo, po zyrtare, se nuk kemi qenë shumë lidhur ndoshta njëri me tjetrin. Edhe kemi qenë Dancing with the Stars, edhe ajo mundoj ke diçka me më fol, po unë se di pse se këshyrsha. Mande e pash njerë, thash, po këtë djali, sa i kulturum, sa i edukum, thash edhe bashkë du me pa njerë, se kështu në paraqitje do këtë shumë mendje madhë në paraqitje, në atë kuptimin që do këtë që ka shumë qëndrem, edhe unë thësha qka, pse me nejtën me këto, kur kjo e që një vetëll, se që ashturin me një vetëll, dikur e takova, edhe tha, du me të pyet diçka, tha, të pëlqen tha një këngë, tha që po më pëlqen mu shumë. Thash cile, kënga e Mimoza Shkodrës, është ajo, nuk mjafton një unas, që dita thash, apo bëna i gara, apo në me thash se ti edhe që ajo kënga apo më do. Ta, përshe që mriva me folë me ty me bo një muhabet aman të hajrit, thash, okej, po më pëlqen. Ma dhe kemi fillu me dalë, unë ma atë balerinin kom pas shumë probleme në Dancing with the Stars atëherë dhe i vetëmi ka qenë Bigu që më ka dhonë kurajo edhe mbështetje në atë kohë si shokë. E ma ndej ndërkohë, mas një kohë... Lindi dashuria, fillon simpatia. Lindi dashuria, dhe jam shumë e lumëtën. Ves, që po më duket interesant, djalla qik thmija i parë. Mos po ma njëllë, jo, ashtë që qatë shumë po më bëtni. Unë e kom qef djallë shumë, i du djemët. Deri tash kom dash qikë, po kur lindi nipi i Gerit, qatë shumë u lidha me ta, sa që thash për një me ku ka shumë mirë me qenë djallë. Edhe nuk e di, ndoshta pse edhe nuk kemi pas djemë në shpe, edhe ndoket ma e kom di ndoshta mungesën. Po i vesh, që si martu në Kosovë për Shqipëri? Më letë me shku, që kam ju bone, ju vrash. Bëja i garit, që tu ka qenë Qa pati? kish ma shumë Big Bast? Që të mora atje. Tregova, unë, a i ka kretë mira që më ka ndokë mu të mira, në me thonë. Dënë shumë lapi, ke fanë sa Edhe unë e shumë... du shumë lapin. Ves ku bëm tash shopping, vesin, sa hargjit, qëfar veture ke, dhe më thonë, janë pytjet ndërshta që dak në gjyra e në preferume, shumë e shumë që... Unë e shopping bëj kur zakonisht kom qef në Londër se janë sendet ma urbane, nuk bëj shopping për steshe skenike, zakonisht i qepe, edhe bile kom shumë problem, kom endu një dit me qenë një kështu si... Laj ankandi që kush ka qef, se nuk po kom ku milion se ti e din që që kemi një paraqitje do të mi vesh një, nuk do të mi vesh njëta, se ma ndetën që e ka vesh njëtën, dhe kjo është shumë një problemi madhë, që mos nazini për të madhe. Kjo është, nuk shpenzoj shumë, me thonë drejtë, nuk jam nga ato që shpenzoj shumë. Ndo njëherë, për ndo një qantë, apo diçka që për një me të shumë marak edhe shpenzoj, po nuk jam prej atyne që shpenzoj shumë. Kere jam është Mini Cooper, në gjyrë teget, me bardhë. S'pi të regoj taga. Ja, me si të regoj. Elsa pëzat, ves apo të rihet, zemër e ka bo. Po më rrihet shumë, ala s'piva kur gjoha, po më marë frymë veç pak nga ala. Pa tjetër, merë frymë. Ves, ma freka, kona i kongë? Vesa këtë verë ka thonë, a di qka unë e veç po këshyri, që thonë veç po këshyri seri, që është të kombo dhone. Jo, në fakt, në fillim të verës, e theva gishtin, edhe qëtë shumë ka dojnë një problem andej mas ati gishti që u shty dhe kur kry vera, thash, okej, po e lo këtë verë, ka qenë vera parë që unë s'kom bo asë një projekt, se edhe në një anë ka konvenu, sepse ka aqë shumë këngëtar, edhe janë bo qatë shumë rryma sa që nuk ka më këngë që po me të hites që kanë qenë këngë ma herët. Shumë rrallë mundet me qëllu një këngë që zakonisht mas 2 muaj mandej po harrohen. Edhe duhet ka njerë këngëtartë me më unale dhe me pa njerë se qa po ndodhë me tregun edhe qka dënë me bo matutje. Edhe kjo ka qenë periudhe jam. Kështu që mas kësaj periudhe unë po mendoj që tash jem të e përgatit një këngë 3,
s'pi u kallëzoj çfarë zhanri, se është një befasi, po mendoj me bo diçka me studu vetën prapë, unë kom qef me studu vetën, me bo diçka ndryshe, edhe po shpresoj që ka me dalë mirë, gjithmonë për krahun e publikut e kom pasi kam unë ata fansat e miqve, nuk kom tradhtojnë asnjëherë, edhe ka që është tregu jonë me thonë lab, nuk ka ma shumë njëtat që 10 vjetër janë njëtat sene, njëtat koncerte në për diskoteka, njëtat kongë, bëne 2-3 kongë në vjetë, 2-3 klipe, këno, do më dhënë kur gjo nuk po ndodhë diçka tjetër që me të shti ty mu inspiru hala ma shumë. Do më dhënë, e një sen po ndodhë që dhe gjithë këngëtarë, hala s'ka dalë për shembull dikush që më thonë, okej, që të sen e pruna një standard 3, apo bona diçka, për deri sa nuk dalin këngëtarët, e po shpresoj që edhe unë du më punu në atë aspekte dhe po besoj edhe shumë këngëtarë tjerë kanë qef, që me bo një koncert vetin madhështor, e di unë që së është tregu si jemi shumë vendi i vogël, po shpresoj me këto drejtat autoriale tash që unë bo ka me pas ko që gjdo këngëtar me pas koncertin e vetë, mos me bo sendet njëta, po me fillu me ndryshu diçka, sepse edhe publiku besoj që është mërzit edhe më vjen shumë keq. Ves, dola prej Facebookut. Po foli seriozisht unë. Jo seriozisht, po një fanëri po mundosh edhe në anën tjetër gjithë këto pyetjeve cilë po i dërgojnë ko pas kohë. Unë dola prej Facebookut edhe hyna tek fotoja që e postum dhe më thonë në Instagram. Bashk edhe po isha janë diku disa komente ku përshëndetje prej tetovës, shumë bukur për dokesh, ku i ki bleq qëto shtikla. Besh, ka i gojë. Edhe m'la përshtypja qëto. A kishe jetu tani jetën me prindë e Big Bastës? Nuk po ma mërmendja që është nëjë problemi madhë, po, pëse mës me jetu, unë të regova dhe majre që janë shumë njerës mirë, po asë unë asë ata nuk kemi të mendimi që me qenë gjithë kohës në të njëjtën vend, sepse gjdo njeri, gjdo qift, a i vjetër, a i ri, ka nevoj për ratin e vetë, edhe kushdo që ka mundësi, pse jo me pas gjithë kush ratin e vetë. Ata që s'kanë mundësi, atëre edhe me jetu bashkë nuk është nëjë problem. Bile sot është ndihmes shumë e madhe. Po, shumë e madhe. Ashtë ma të verë kër i ke fëmitë dhe që një fanmyrë të rinë dhe ofër vjera koncertet, angazhimet. Në anën tjetër, Ves, a kishe bo duet, a kishe bo ndonjë duet, si për shamu me Dafinën, Erën ose Kiden, Vesin? Të trijat janë këngëtare shumë të mira, do të dy të fundit normalisht janë këngëtare treja, po që janë shumë të mira, Kida më pëlqen shumë. Nga gjitha këngëtare të reja, ajo më ka dok një këngëtare që po besoj që ka me pas shumë një tarë shumë të mirë, nëse vazhdojnë me këtë stejpë, më doke një këngëtare R&B shumë e mirë, ndërko Dafinën e kena shumë të mirë, Dafina Ziqirin, cilin e përshëndet shumë, nuk e di ku është diçka, ajo është kanë sa në Amerikë, so dikun. Në Amerikë. Edhe, kështu që me të trijat, pse jo, edhe pse me femna, diçka me bo duete, ka njëre, nuk e di që shumë dokët, po... Okej, këtu kërja me te pikrisht të femnat se ishte pyetja në Facebook edhe e lashtë nuk këtë në fund. E ki bo kongën edhe dhe me thonë një farmyre e ki bo kongën për martesën e njëjtë, për gjinin e njëjtë. Pysin, qëka të ka shty, qëka të ka inspiru? Në fakt, ajo kongë nuk është kongë për martesë apo për gjinit e njëjta. Ajo kongë, quhet konga i ndaluar, si kongë nuk është realizu e tillë, po si videoklip, kër e kemi marrë me bo videoklipin, kër e kemi incizu edhe kemi registru, ne ka ardhë një ide, pse jo me që konga e ka tekstin e tillë, me bo një kongë për gjitha dashurit që janë kështu të ndaluara, jo pse janë dy gjinit njëjta, apo janë dy, ku dy gjonë, nuk e di, thjesht kom bo gjithë shka që në atë kongë me të regu që gjdo dashuri që është, nuk guxon me qenë e ndaluar. Dhe me thënë, kushdo që duhet, ajo në gjinis njëjtë, ajo në gjinis kundërt, shoku me shoqen, është i dashuri me femnën. Për mu personalisht nuk është që ka naj rëndësi, për mu rëndësishme është me u dasht dikush, edhe tek e fundit jeta private, gjithë kujtë është private dhe s'kemi nevoj me u marrë me to.
ky është mendimi jam personal, ka disa, edhe respektoj edhe mendimet e tjerëve që mendojnë, ndoshta që martesa apo ku digjon jetesa mes dy gjinive nuk është e mirë, po ajo nuk është problemi jemi, kështu që gjithkush e ka mendimin e vet. Nuk shoh në Instagram, unë tash i kthena Instagramit. Kënë 7, u bun 58. Tash më janë nisë këto të Instagramit, mi vazhdu atëre, ne mbesim. Kështu që shumë shkurt, i pova, është gjelëz. Big Basta, Vesin. A hidrohesh në herë me ta? Si çdo mashkull tjetër, i ka ato momente jo shumë, nuk është me thonë shumë, po ka momentet e veta, edhe unë i kam momentet e mia, pak ma shumë se ai, po nuk është shumë gjeloz. Do me thënë, nuk besoj që ka dhe arsye me qenë gjeloz, po pyetjen tjetër se nuk e mora vesh. A i dhrohen në ere? Me thonë drejtën, ndështë duket e pabesueshme, po nuk ma e menda, po nuk më kanë ndodhur në herë që jemi fjallos bashkë. Kanë qenë ndoshta do detalet vogla, qaq të vogla sa më shele detarëm se ti pelen qelë, unë pelom shel, po që ka që kur gjo ma shumë. Vesa, edhe pytje të shumë të në tash, gjatë gjithë kohës ka pytje, po interesant. Prishtinë, Tiranë, Dorthmë, tha, Shkupa? Pse jo ta këshyri atë restorani, nësë është aji restorani mirë, pse jo? Ves. është jo, jo, na kena pas në fakt një ide pse jo me bo dikun ka tropoja, ka kuksi që me qenë në mes, ose në prizren, më ardhe dhe ande edhe këndej. Po jo, Dorthma... Bëne Dorthmën, që ka bo halë o kërkosh tunelin, thap, edhe tavolina, të këtonë, muzika. Jo, si kom gjash raportet e forta me 2 shtete që me mujtë me bloku krejt tunelin. Po be gare, jo, nuk besoj që Geri ka qef me bo në Prishtinë, se a i dënë me bo në Tiranë, se dhe të pëmarim nusën në Tiranë. Po nuk e di pse jo, edhe kudo tjetër me bo. Taksirat neve që në ashtin më ardha tje. Po ju s'keni qarën, po ardha tje. Vesa, 351 pytje janë, 351 pytje në mbesim gjatë gjithë kohës, po tuaj që veç me pytje që shikuzve. Unë po i falenderoj gjithë ata 66 pytje që i kam bu në Instagram, por edhe ata, edhe shumë interesant, 666 është lajka, edhe 66 heke, bënja vetit like, bënja vetit një like, heke 666 në një. Jo, se e kënë qëtar me bëj foto, stop, të lavu. Po më nuk më pëlqen 3-6 e bashkë me qenë. A ty të pëlqen? Okej, leje. Kështu që, ves, unë e di që po të rrim bashkë, kemi qëka të flasim bashkë, por nuk do të lëshoj pa fol paka shumë, dhe më thonë, që edhe ishe pjese jurist, kemi mësumet po, edhe më panjere tjera, dhe më thonë, edhe atë pytit a bërë edhe në spektakl të Miss Universe. Si të duke në dy vajzat, cilat fiton? Ishte shumë e vështirë me qenë juri, me thonë drejtën, sepse i kuptoj prind, gjithë prind aty në vajzave, apo shoqërusit e tyne që kanë qenë ndësha dhe zhgënjym për disa prej atyne që nuk janë zgjedh, po unë mendoj që nuk është fundi botës, sepse nuk do me thonë që ajo vajzë nuk është zgjedh dhe nuk është e mirë, sepse për atë lloj konkursi, unë fola edhe me Fadil Berishën edhe me Agnesën, sepse ata janë profesionist, unë i kom gjyku si pas paraqitjes parë tyne, sepse ata bashkë me ty ju i keni përzgjedhë dhe keni bo një punë shumë të madhe, edhe për me qenë ndështë për atë lloj konkursi, ato lloj modele kanë qenë më atë përshtatshme. Nuk do me thonë që ato tjerat nuk janë të bukura, gjitha kanë qenë shumë të mira, po tu bisedu me Agnesën dhe Fadilin, për shembull, mi tërgojqin disa detale që unë ndoshta edhe nuk kom mujtë mi vrejt, unë nuk mi vrejt kur një feme ndoshta qysh me tregu. Jam do detale, shumë tjerë që ata ndoshta i din ma mirë. Unë i kom gjyku si pas paraqitjes pare dhe si pas fuqis që ato kanë tregu në skenë. Edhe ato dy vajzat që në zjedh kanë tregu që kam pas diçka, kam pas kishin një pushtet në skenë kur dilshin. Nuk e di a kam pas eksperiencë ajo. Eksperiencë kam pas. Atëre, ajo i kanë ndihmu shumë për me ardhë deri te ajo që janë zgjedh ato dyja. Kështu që besoj edhe du mi kuraju edhe vajza tjera që s'kan qenë, që eksperienca e bën vetëm ndoshta për 1-2 vjet, se megjithatë ato s'kan shumë kohë sepse mosha është e limitume, mund të punojnë fort,
të bëjnë më shumë eksperiencë dhe t'jenë si këto dy vajza që kanë fitu kur, nuk është vonë, përderisa kanë qenë mesen atyne që ju e di që keni pas aq shumë konkurrente për me kandidu, kështu që përderisa kanë qenë mesen atyne, padyshim janë, sa kanë qenë? 20. Kanë qenë 20 më të bukrat e Kosovës, nuk e di, apo gjithë shqiptarisë, sepse ka pas edhe prej Ulqinit e prej, se dhe ajo vajza Ulqinit më ka pëlqyer shumë. Kështu që, po mendoj që kjo ka vlerë shumë si eksperiencë. Po dy vajzat, besoj që kanë me na prezentu shumë mirë, kudo që janë ato. To i pas normalisht Agnesën edhe Fadilin aty, pa dyshim që ti, sidomos ti që ki boni puna asë madhe, kemi ndihmu që vajzat me dëpërtu. Ti e bën këtë. Vesa, një pyetje që me të në kry, edhe në fund, tash, po e lë në fund bisedet më të abo, që ke në Facebook. Kur ki me shkur për Prishtinës Tiranë? Se mos po do marrë t'i kush me mua ke. Për momentin, kom e najtë pak ma gjatë, kom e ndajtë një muj këto, kom disa punë, disa obligime. Këtë shtune jam bulqiz në një vend në Shqipëri, kështu që prapë unë jam në rrugë me koncerte me kështu, po që këtë periudhë jam ma shumë në Prishtinë, edhe ata që deshtë me më taku, Prishtinë më gjenë. Bes, unë për të falenderoj për zamërësisht, falenderoj shumë që ishe pjesë e Facebookut, pjesë e fansave, qoftë një kave më labën, qoftë edhe të Vesa Lumës që janë qoftë. Falenderit ty shumë, që ma dhe mundësi me qenë ma afer fansave t'juj, edhe fansave t'mi, edhe gjithë qikuzit që për në ndjekin. Unë mundova me qenë sa ma afer me publikun, edhe sa ma e thjesht, po besoj që jëmë përgjigj edhe i kanë kuptu që ka kom dash me thonë. Bes, kongën e fundit, baladën, që ki pas a me Big Bastën, a Amanetin, cilën me transmitu që tash, me përmbyll biseden? Masi vish për më pyet një atëre, kom qef këngën me Big Bastën, se ashtë më ka marrë malli pak, se se kom pa që një ofë. Që një ofë se ka pa, ka marrë malli Big Bastën, kështu që të tashen e përmet ekranit, dhe mundësisht kur të alqën Ariana atje në regji, Vesën e kena para televizorit, kështë të këtë përqavë. Jo, shaka. Vesë, falenderit shumë që ishe pjesë e misionit i kafe me labës mësët. Ishala veç për të mira. Gëzuar. Takuem, gëzuar. Ne kemi mu taku me gjana të reja kur ki videoklip. Falenderit shumë. Gëzuar. Po edhe pse jo, me Bigin da i herë bashk, të pathënat. A i bile ka qep shumë. Pa tjetër bashk. Në studio do t'ju kemë në njëre.